Welcome back, everyone. I'm pleased, very pleased, in fact, jam e kënaqur, shumë e kënaqur në fakt që kam këtu dikë që e kam admiruar për një sër vitesh. Unë vetë nuk jam në rrjetin X apo Twitter, nuk më vend se ç'quhet më tani, por kolegu im David ju ndjek dhe më thotë që jeni absolutisht në mënyrë histerike argëtues. Pra, mund ta nisim pak sesionin më lehtësisht pra dhe pastaj ta bëjmë serioze. Ne të dy jemi gafore, të lindur në korrik. Çfarë do të thotë kjo? Po varet kur ke lindur. Unë kam lindur më 4. Unë më 14. And the second most important thing after the United States. Jam e dytë më e rëndësishme pas Shtetit Bashkuar të Amerikës. Unë në fakt dua kam qejf që t'u them miqtë mi francezë që ndaj ditën e Bastijes me vendin e tyre. Për të kthyer komenteve që kolegu im David tha që ishin kaq argëtuese. Në fakt keni patur një bashkëbisedim interesant e shkëmbim me një nga politikanët këtu në Mbretërinë e Bashkuar, Nigel Farage. Vazhdoni ta keni këtë shkëmbim? Po, a mund na përditësoni për këtë? Po, jam në kontakt me të dhe shpresoj që të mbaj premtimin që do të vi në Shqipëri dhe të shoh vetë se sa vend i bukur është. Dhe sa të shkëlqyer janë njerëzit tanë, sa shumë e vlerësojmë ne mikpritjen dhe shumë gjëra të tjera. Kështu që më premtoj që do të vi dhe pres me padurim që ta mikpres, ta kem mik të ftuar në vendin ton dhe më pas presoj që të mos ta vendos më Shqipërinë në bisedat e tij për arsyet e gabuara. Njëjtën përshtrimi juaj, çfarë mendoni se po ndodh në Mbretërinë e Bashkuar me dikë si Nigel Farage që bën të tilla komente? Cili është perceptimi nga ana juaj? Dëgjoni, nëse doni që unë të jem argëtues, mos më pyesni për Mbretërinë e Bashkuar. Sepse është një temë mjaft dramatike dhe s'ka asgjë për të qeshur aty. Unë kam prirjen të besoj që të veçosh Faragin si problemin praktikisht është tu largohesh rrënjve të problemit. Faragji nuk është problemi, është pasqyra ku njerëzit mund të shohin në mënyrë teatrale disa prej problemeve dhe sigurisht unë nuk besoj që ai ka zgjidhje, por nuk ka pak dyshim që zgjidhja nuk është ta shpaqësh atë si kokën e turkut apo si problemin kryesor. Zgjidhja mund të jetë ti shohësh problemet ashtu siç janë dhe të përpiqesh të gjesh mënyrën se si mund ti trajtosh që të riangazhosh njerëzit me politikën dhe ti bësh njerëzit të besojnë sërish te ky vend i madh. Pra ju mendoni se problemi është më i madh se sa migracioni, ka të bëjë më shumë me demokracinë, një sfidë me demokracinë. Po sigurisht problemi është ky. Unë besoj pikë së pari se ta karakterizosh migracionin si problemin është gabim. Migracioni nuk është problemi. Migracioni është pjesë e zgjidhjes, besoj unë. Dhe sigurisht mëtej është e rëndësishme të bëhet dallimi midis asaj çfarë është e parregullt, e dëmshme, e palishme dhe asaj çfarë është dobiprurse. Pak kohë më parë vizitova të qytet pasi dikush që quhej Suela Braverman veçoi komunitetin shqiptar në mënyrën më të gabuar të mundshme. Kur mbrita, u
shoqërova me mjaft mirësjellje nga personat që angazhohen për të shoqëruar kryeministrat e presidentët për arsye sigurie. Mbërritëm në hotelin ton dhe aty një djalë mu afrua dhe nisi të më priste në Shqip. Roja mu afrua sepse mendoi që ndoshta kishte diçka të rrezikshme dhe I thash jo, mos u shqetëso. Është një bashkëpunëtar shqiptar. Pastaj kur dolëm nga hoteli në mëngjes, dëgjova emrin që thirrej nga lart. Ngrita kokën dhe pash disa shqiptar në skela që po punonin me remetimin apo ndërtimin e një ndërtese aty pranë. Pastaj shkuam në parlament dhe roja aty ishte shqiptar. Kështu merdi me njëherë pyetja, çfarë do të ndodhte, kush do t'i bënte këto punë nëse shqiptarët nuk do të ishin aty, por jo vetëm shqiptarët, por edhe migrantët e tjerë. Demografia në fakt është e errët, jo vetëm për Britaninë, por edhe për Europën, kështu që sigurisht që migracioni nuk është problemi, është pjesë e zgjidhjes. Të luash me migracionin në mënyrën se si po luhet është shumë e rrezikshme sepse është shumë ndikuese. Pra, dëmton vlerat që e kanë bërë vetë Mbretëria e Bashkuar atë vend demokratik ku bashkëtohet, sepse shndrohet në luftë kulturore dhe pastaj shkon thellë më thellë duke ndezur mosmarrëveshje e po kështu edhe dëshpërim që mund të hedhin në erë të gjithë shoqërinë në një moment të caktuar në kohë. Përmendet në fakt mënyrën e të menduar është një pyetje e madhe, po besoj që përmendet Europën, ndoshta kjo është pyetje e madhe, po jam e bindur që mund ta përballoni çfarë ndodh me Europën, cila është trajektoria në të cilën po shkon. Besoj që nëse dikush do të kuptoj pak më mirë se çfarë ndodh me Europën, duhet të hap veshët e të dëgjojë të tjerët jashtë Europës, të dëgjoj mendjet e mëdha e të ndritura të Azisë, të jugut global në përgjithësi, të vendeve arabe dhe të gjithë ata e shohin Europën si një gjigant të vjetër, të lodhur, që nuk është më në gjendje të zgjohet e të kuptojë që bota ka ndryshuar. Për shembull, ka një fakt të thjesht që më pak se 40 vjet më parë PBB-ja e Europës ishte 10 herë më e madhe se e Kinës. Sot janë në nivelet barabarta dhe në më pak se 20 vjet Kina do të ketë dyfishjen e ekonomisë e Europës e jo më të pjesës tjetër të botës. Europa gjendet në një udhkryq, në një moment shumë kritik, sepse I duhet të ndaj mendjen për të plotësuar e përfunduar projektin e tërëve themelues që s'ka pak dyshim është projekti më I jashtëzakonshëm që qenia njerëzore politike ka krijuar apo të ecë drejt në një drejtim më katastrofik dhe të ndjek shembullin e Brexitit që ishte vetvrasja më e pabesueshme që mund të imagjinoje të shihje drejt për drejt. Përmendet Kinën dhe është temë interesante sepse disa prej paneleve tona që kanë folur për teknologjinë, për lëndët e para kritike, kanë treguar që janë
qenë bizotruese në atë treg. Folëm me ministrin sirian të ekonomisë, i cili tha se si Kina është e pranishme dhe po ndihmon me infrastrukturën. Pra, Kina ka depërtuar në botë në një mënyrë të tillë që Europa nuk e ka bërë, pra, po atë shkallë se Europa është mbrapsur. A e shihni edhe ju kështu? Po thoja që Kina ka depërtuar shumë shpejt në botë, duke investuar në Afrikë, në Siri. A mendoni që ata po e bëjnë shumë më shpejt se ç'mund ta bëjë Europa? Mendoj që ka një karakteristik të qëndrimit të Kinës në raport me botën, që duhet ta mbajmë parasysh, që Kina nuk është e interesuar për universalizimin e mënyrës saj të jetesës, të bindjeve, të vlerave të saj. Ata besojnë se i përkasin një civilizimi të epërm që nuk ja vlen të shpenzosh energji ta përhapësh, ndërkohë që kurdo që mundet, Kina kërkon të bëjë biznes. Ky është një tipar shumë i veçantë i fuqive të mëdha, që nuk ka ngjasim me asgjë të ngjashme me të cilën jemi mësuar të jetojmë në jetën tonë, qoftë pjesa perëndimore apo ajo lindore, ish Bashkimi Sovjetik, bloku lindor, që ishin të gjithë të fiksuar të përhapnin mënyrën e tyre të jetesës, bindjet e tyre të impononin vlerat e tyre. Kështu që në këtë drejtim, Kina ka këtë qasje ndryshe. Nga ana tjetër, ka diçka që është absolutisht e rëndësishme, që Jacques Attali me qëra fjala e përmendi jo më herët se sa dje, që edhe pse Kina flet për planin 5 vjeçar të radhës, që do të thot 25 vjet më pas, Franca, duke cituar Jacques Attalin, nuk ka plan as për javën e ardhshme. Është një dallim shumë i madh që më pas shtyrohet në jetën e përditshme me zotrimin apo me ndikimin që Kina ka në botë, Europa ka në botë e kështu me radhë. Mendoni që udhëheqësit evropian e kanë të hapësirë që të mendojnë në këtë lloj mënyre, duke pasur parasysh që kanë sisteme të ndryshme politike. Udhëheqësit evropian duhet të mendojnë për kaq shumë zgjedhje. Dhe në të njëjtën kohë, besoj që të jesh në ndrysnin shumë të madhe dhe shpërqendruese të medias sociale, politika e partive përgjithsisht në pjesën demokratike të botës është bërë gjithmonë më pak e respektuar dhe më pak e ndjekur nga njerëzit. Kjo ndes gjithmonë më tepër qëndrime shkatruese, ide shkatruese për botën, që jetojmë në këtë kënd të të gjithë globit, ndërkohë që unë besoj në mënyrën time mjaft modeste që ajo çfarë njerëzit në
këta vende, në këto vende apo pjesë tjera të Europës kërkojnë është fakti që kanë humbur gjithmonë e më tepër sensin e asaj që kanë, që ende është mjaft e çmuar, mjaft e rëndësishme. Dhe ideja që duke kërkuar diçka ndryshe mund të humbasin atë çfarë kanë është tmerruese në këndvështrimin tim. Kështu nuk është një moment i lehtë. Dhe ma hamendja që do të bëhet më keq përpara se sa të bëhet më mirë. Mungesa e qartësisë dhe e ideve të kthjellta se si duhet marrë me këtë botë të re, e çfarë duhet bërë me këtë projekt të mrekullueshëm që nuk është përfunduar, e quhet Bashkimi Evropian, po shkakton gjithmonë e më shumë huti, e gjithmonë e më shumë dëm. A mendoni se ka qenë mungesë udhëheqjeje në kuptimin e personaliteteve që kemi pasur, apo është mungesë udhëheqjeje sa I takon faktin që udhëheqësit dhe po flas për udhëheqësit tani që kanë lejuar veten që të rrethohen apo si thua të kufizohen me atë çfarë thuhet në mediat sociale. Le të marrim një shembull që për mua është shumë tregues në një farë mënyre. Agresionin rus në Ukrainë. For several years during the previous American administration. Për disa vjet gjatë administratës më parshme amerikane, Europa praktikisht jashtëkontraktoi politikën e vet të jashtme dhe e buri veten në autopilot duke ndjekur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në dritën e konfliktit dhe në qasjen që ishte mjaft maksimaliste dhe natyrisht me të gjithë arsyet e nevojshme morale. Tani situata ka ndryshuar dramatikisht dhe ajo çfarë për shembull konsiderohej se ishte një fjalë e papranueshme arpushim dhe kur e përmendi Viktor Orban dhe u trajtua me përçmim, befas u bë pranueshme kur e përmendi Donald Trump. Dhe të gjithë udhëheqësit europianë përqafuan dhe filluan të kërkonin arritjen e një armpushimi, por me sa duket shumë vonë. Ajo çfarë më bën shumë të paqartë është që deri edhe sot që flasim, Europa nuk ka një plan paqeje të vetin. Sigurisht, është legjitime, absolutisht legjitime të mbështetësh Ukrainën, të mbështetësh plotësisht integritetin territorial, të kundërshtosh plotësisht marrjen me forcë të një copë tokë nga një vend tjetër, por ndërsa po mendojmë të riarmatosemi, të mbështesim Ukrainën me armë, tingëllon apo ngjan mjaft e çuditshme që nuk kemi një strategji paqeje, nuk kemi një plan. Fitoria absolute është një nga alternativat, por nuk mund të jetë alternativa. Dhe ndërkohë na duhet kemi një plan. Si duket kjo paqe? Mungesa e ti na bën krejt të varur nga çfarë do lloj gjëje që do të bëjë Washingtoni në këtë drejtim, që qartësisht është diçka që ndryshon shumë nga më parë, po kështu është diçka që ka një qasje tërësisht të ndryshme
ndaj asaj që po zhvillohet e si duhet të vazhdoj. E shoh pra si një shembull mbreslënës të mungesës të një qëndrimi të konsoliduar autonom të Europës në raport me çështje të rëndësisë së madhe dhe çështjeve me peshë të madhe strategjike. Mund t'ju pyes, jeni takuar me Vladimir Putinin? No, thank you. Jo, faleminderit, jo. We are a very special case. Ne jemi një rast shumë i veçantë. Shumë i veçantë do thoja, sepse Shqipëria është i vetmi vend në të gjithë kontinentin europian ku asnjë udhëheqës nga Kremlini apo figurë profilit të lartë nga Moska nuk ka ardhur qysh prej në 1960-ës, që nga 1960-a asnjë nga pala jon nuk ka shkuar në Moskë të vizitoj Kremlinin apo për çfarë do lloj arsye. Kjo ka lidhje me historinë tonë. Ne kemi pasur një histori shumë të veçantë, shumë ndryshe nga vendet e tjera komuniste të bllokut sovjetik, sepse ne i konsideronim të gjithë ata tradhtarë të degraduar që nuk e meritonin shoqërinë tonë. Ne besonim dhe luftuam si fari i vetëm i komunizmit në Europë. Kështu që kur sovjetikët e braktisën Stalinin, e vazhduam të ndiqnim Stalinin. Stalini ishte në bulevardin ton kryesor në bronz shumë herë më i gjatë se sa unë deri në vitet 90. Kjo krijoi një qëndrim të tillë, një mungesë totale besimi dhe një mungesë totale tërheqjeje nga Rusia. Ne e dashurojmë Dostojevskin e gjithçka që na ka dhënë kultura ruse, por nuk na pëlqen Putini dhe nuk na pëlqen Rusia aktuale dhe nuk kemi të bëjmë asgjë me të dhe as nuk na merr malli. Pra, ju nuk keni pasur takime as në takime shumë palëshe qeveritare. Jo, jemi imun nga kjo, nuk i kemi pasur. Kur nuk kemi tunduar nga oligarkët rus, nga parat ruse, nga kuediun ruse, për ne letërsia ruse dhe muzika e shkëlqyer ruse është më shumë se mjaftueshëm. Për t'ju kthyer patëm edhe një seancë që fliste për ndërmjetësimin, për t'ju kthyer komentit tuaj për Europën që nuk disit përgatitet për paqe, ma hamendja. A do Putini paqe? Dhe nëse është kështu. Ka një histori, nuk e di sa e njihni, ka një histori të vërtet për himnin rus. Himni rus u kompozua kohë më parë. After the change dhe pas ndryshimit në politikën e Moskës, pas e qëzdor nga Stalini, Khrushchevi i kërkoi autorit të tekstit të himnit të ndryshonte tekstin dhe ndryshoi. Më pas, kur Rusia u bë e pavarur nga Bashkimi Sovjetik, apo kur vendet e Bashkimit Sovjetik u bën pavarur nga Rusia, Jelcini mori në telefon autorin dhe i tha duhet ndryshojmë tekstin. Dhe autori, shumë më i moshuar nga kur shkroi variantin e parë të himnit, ndryshoi tekstin. Më pas, Putini kërkoi një variant të katërt të himnit, por muzika nuk ndryshoi kurrë.
answer your question. Kjo I përgjigjet pyetjes suaj që në Kremlin muzika nuk ndryshon kurrë, teksti ndoshta. Për ta çuar në një nivel tjetër këtë dhe për të folur sërish për të ardhmen e Europës, a do të thotë kjo që duke folur për 25 vjet e tutje, a mund të shohim ndryshim të kufive në Europë? Unë nuk besoj që në ndonjë formë a mënyrë, jo vetëm në Europë, por edhe në vendet të tjera të rëndësishme të kësaj bote, Kina për shembull, do të pranohej ndryshim kufish, sepse ata e thonë të gjithë qartë që integriteti territorial I Ukrainës duhet të jetë I paprekshëm. Kështu, por nga ana tjetër, ka forma të ndryshme marrëveshjesh të cilat mund t'i çelin rrugën paqes apo në formën e një konflikti të ngrirë, pa pranuar asnjë ndryshim kufish. Unë besoj që kjo është një qasje mjaft e drejtë, sepse nëse pranojmë ndryshimin e kufive me forcë, atëre do të pranonim që gjithçka kemi ndërtuar për kaq shumë dekada është shuar dhe që gjithçka është e hapur që të kushdo të marrë çfarë të dojë me forcë. Por çfarë mendoni se do të jetë I prirur të pranojë kush? Putini. Po siç thash, nuk e kam takuar dhe këto kohët e fundit nuk kemi folur se çfarë është I prirur të pranojë. Është shumë e qartë që Rusia dhe ai ka bërë shumë mirë këtë paraqitjen, këtë imazhin e këtij kali madhështor të Rusisë dhe këtë frikën e rrethimit, pra ka luajtur fort dhe me sukses me opinionin e vet publik deri më tani letrën e mos lejimit të NATO-s që t'i afrohet kufirit rus. Përtej kësaj sidoqoftë, dëmi që po I shkakton Rusisë në një periudhë afatmest me afat gjatë është I jashtëzakonshëm. Momenti I vërtet I lidhjes me realitetin dhe I numrimit të plagëve të Rusisë do të vi kur të përfundoj lufta. Dua të kap pak atë pikën e Kinës që investon në lindje. Pyetja ime e parë për këtë është: a ka të drejtë presidenti Trump që të shoh përdorimin e mineraleve kritike përmes përdorimit investimeve dhe përgjetur një kompromis? Tani, unë jam më I gjati me udhëheqësve deri më tani, po jam shumë I vetëdijshëm që vendi im është më I vogël, kështu që nuk besoj që mbështetur në gjatësinë time mund të jap opinione për politikat e vendeve që janë shumë herë më të mëdhenj se vendi im. Shqipëria është një vend I vogël me udhëheqës të gjatë për momentin, por kjo nuk do të thotë që duhet të pasqihet duke dhënë opinione për tema kaq të rëndësishme. Pra, pyesësh mua, a ka Trumpi të drejtë? Çfarë përgjigje doni prej meje?
përgjigje të mundshme doni që përveç se Trumpi ka gjithmonë të drejtë. Atëherë më lini ta riformuloj. A mendoni që po lëvizim drejt një bote ku tregtia po përdoret si zgjidhje kundrejt luftës dhe po përdoret tashmë tregtia si zëvendësim i ndihmës? Dëgjoni, më kujtohet gjithmonë diçka mjaft e mençur dhe e bukur që dikur ta Clintoni. Ai tha ose deklaroi që rendi shumë palësh është në interesin tonë dhe duhet bëjmë gjithçka mundemi për ta forcuar këtë rend shumë palësh sot. Që jemi vendi i parë, sepse rendi shumë palësh do të na ndihmojë shumë kur të jemi vendi i dytë. Unë besoj fort që rendi shumë palësh nuk do të zhduket. Po përballet me një moment shumë të vështirë, por është një moment që sigurisht rrjeti i institucioneve që përfaqësojnë objektivin e botës për rend shumë palësh po vihen në pikpyetje dhe kjo të vënit në pikpyetje do të ndihmoj që ky rrjet të rispiket, që këto institucione të rispiken për ta sjellë rendin shumë palësh në një nivel tjetër. Është e dukshme qartë që rendi shumë palësh ka qenë dobi prurës në shumë drejtime, por po kështu është kaq e qartë që kur Trumpi, për shembull, sulmon institucione që përfaqësojnë atë çka ka qenë deri më tani rendi shumë palësh, ka një argument. Përgjigja e të gjitha pikpyetjeve me të cilat po përballemi ashtu si pyetjet që ju po bëni, duhet gjetur në një rend shumë palësh të rishpikur, në një rend të rishpikur botror, në një arkitekturë të rishpikur të sigurisë. Ka shumë gjëra dhe shumë prani në jetës tona që i kemi marrë të mirëqëna, që kemi besuar se do t'jenë aty nga hera. Dhe në një farë mënyre, le ta themi, troç. T'jetosh në këtë pjesë të botës me të gjitha gjërat e jashtëzakonshme që erdhën pasi përjetuar periudhën më të gjatë pa luftë, na ka bërë ne europianëve të marrim shumë më tepër veten si referencë, na ka bërë shumë më pak të uritur për suksese të reja dhe praktikisht na ka bërë të humbasim lidhjen me realitetin e botës. Pata nderin tje që të isha ulur afër me një zotëri nga Siria, ministër i qeverisë sëre siriane, fal jush jeni e aftë që të lidhni njerëz që në tjetër mënyrë s'do të shiheshin kurrë. Po flisnim dhe po i thoja që për mua ishte mbreslënse dhe patëm një debat të madh në konferencën e sigurisë në Munich këtë vit. Pasi ministrat e jashtëm gjerman e francez vizituan Sirinë në fillim të këtij viti dhe thanë fjalë për fjalë, jemi gati të jemi miqtë tuaj nëse ju do të veproni në përputhje me vlerat tona. Çfarë do të thotë kjo? Sa e mundur është për të gjithë ne që t'i bijmë derës së fqinjit dhe t'i themi familja ime është gati të jetë fqinje mirë me familjen tënde nëse besoni në gjërat që besojmë ne dhe nëse jetoni siç jetojmë ne. Po investon praktikisht në një lagje që do të ishte problem. Në këtë drejtim, në këtë kuptim, mendoj që ka shumë gjëra që duhen menduar nga e para.
incorrect politically. Dhe më lejoni që të jem tërësisht jo korrekt politikisht dhe me çfarë fjalë do të takoj me kryeministrin tuaj nesër. Pra, të them që në Shqipëri ne kemi shumë ëndra, shumë ambicie, shumë zjarr, shumë pasion për ta transformuar vendin tonë dhe për ta bërë antar të Bashkimit Evropian, me shpresë që të zëm vendin që la bosh Britania, por nuk kemi bekimin që ju dhe demokracitë të tjera kanë që të kenë universitetet më të jashtëzakonshme, mendimtarët më të ndritur dhe që kanë një kapacitet kaq të jashtëzakonshëm për të menduar për të ardhmen, saqë më lë pamend se si nuk përdoret nga qeveritë. Nuk ju duhet të shpikni rrotën. Ndonjëherë në Shqipëri na duhet edhe ta shpikim rrotën, po këtu thjesht duhet të hapni veten dhe të thoni, më jepni sugjerime, më jepni ide, na thoni se si të mund të shërbejmë më mirë këtij vendi. Dhe do t'ju vinin të gjitha llojet e ideve, do t'ju hynin të gjitha energjitë më të mëdha dhe do t'ju ndihmonin. Do t'ju bënin të merrnit rëndësi në sytë e këtyre njerëzve. Jam i sigurt që nëse pyesni 50 universitetet më të mira të Europës të propozojnë një plan paqeje, të propozojnë se si mund të duket një Europë ndryshe, të propozojnë se si Britania të dalë nga ky terr e zymtësi e momentit, do t'ju japin, do të keni mjaftueshëm variante sa do t'ju duhet të zgjidhni. Nuk mund të ndodhë që të ketë vetëm ca njerëz në zyrat caktuara që kanë natyrisht kapacitet dhe përvojë, por sërish ka kaq shumë kapacitete të jashtëzakonshme në çdo cept të këtij qyteti, saqë kur mendon që frymojnë në hapësirat e tyre pa pasur qasjen dhe mundësinë për të ndikuar në filli, mua më duket e çuditshme, ndoshta e kam gabim, ndoshta e kam krejtësisht gabim. Jo, jam dakord me ju, tërësisht dakord. E kam gjithmonë të ndjesi, gjithmonë më tepër. On the subject of multilateralism, kur vjen fjala për temën e rendit shumë palësh, që do ta trajtojmë edhe sot më vonë, sepse kemi një panel që do të flasë për atë çfarë po ndodh në Kazakistan dhe në pozicionin në botë dhe në fakt do të moderohet nga kolegja juaj që është shqiptare. Dua të them që më intereson, pra po i bëj bashkë sepse më intereson të di se si duket rendi shumë palësh. Kush është pjesë e tij? A keni ndonjë ide? Për shembull, ajo çfarë po ndodh ndërsa flasim në cepin ton të botës është koalicioni i të vullnetshmëve që është krijuar nga një sër vendesh në Bashkimin Evropian dhe në NATO, të cilët janë aty përfshi dhe ne për të bërë më të mirën për të mbështetur Ukrainën. Mund të thoni çfarë të doni për këtë format, por unë mendoj se është një moment tranzicioni i rendit shumë palësh dhe do të shohim gjithmonë më tepër lloje të tilla koalicionesh. Madje do të shohim koalicione që edhe do të shkojnë përtej kuadreve ekzistuese, për shembull, si ky
që ka për kornizë kryesore NATO-n dhe BE-n, po ku është edhe Japonia, Australia, në qoftë se nuk gaboj. Do të ketë gjithnjë e më shumë koalicione të tilla për arsye të ndryshme dhe për objektiva të ndryshme. Ndërkohë, network of institutions që një rrjet i ri institucionesh e një arkitekturë re sigurie do të shfaqet. Pyetja, përgjigjen e cilës nuk e di as pak, është me çfarë çmimi? Me çfarë çmimi do të vi ky rend i ri shumë palësh e arkitekturë re sigurie. Unë uroj, ashtu siç urojnë të gjithë, të mos vi me çmimin e lartë të lartë qoftë luftës së tretë botërore, por në këtë pikë asgjë nuk përjashtohet. Ka kaq shumë verbëri, kaq shumë fragmentarizim, kaq shumë provokim, kaq shumë urrëtie në këtë botë që asgjë nuk është e përjashtuar. Wow. Tell us a little bit about your vision. Na thoni pak për vizionin tuaj për Shqipërinë. Listen, every time I have the Sa herë që kam shansin të takoj Volodymyr Zelenskin dhe më pyet si je, si po shkojnë gjërat. Unë i them, kur të shoh ty, jam njeriu më i lumtur i botës dhe vendi im është Parajsa, sepse nuk ka sirena gjatë natës e nuk ka bombardime. Kështu që gjithçka është relative. Sigurisht, jemi bërë në mënyrë të tillë që kemi prirjen ta harrojmë të keqen dhe nuk mjaftohemi kurrë me të mirën. Por në fund të fundit mendoj që Shqipëria është në një pozitë të mirë. Tani jemi në një moment për shpejtimi shumë të madh në rrugtimin tonë drejt BE-s, është një moment që në këtë drejtim ka një ndryshim shumë të madh, ka rëndësia gjeopolitike e Ballkanit Perëndimor nuk është vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Tashmë ata e kuptojnë që duhet të bëjnë gjithçka për të bashkuar Ballkanin Perëndimor me Bashkimin Evropian. Tani e kuptojnë se Bashkimi Evropian është i vetmi realitet në historinë e hartave që ka dy kufi, një kufi të jashtëm dhe një kufi të brendshëm. Dhe brenda këtij kufirit brendshëm gjendemi ne, Ballkani Perëndimor. Nëse gjërat do të vazhdojnë të jenë siç janë sot, jam shumë optimist që shumë shpejt dhe me shpejt nënkuptoj brenda kësaj dekade, pra do të jemi antar të Bashkimit Evropian. Nëse gjërat ndryshojnë dhe Europa kthehet pas në zonën e vet të rehatisë, atëherë kjo mund të ndryshojë, por për momentin jam shumë optimist. Dhe vizioni i Shqipërisë përcaktohet shumë nga historia jonë. Ne nuk kemi pasur kur mundësinë që të kishim një moment ku të jetonim sipas zgjedhjes sonë. Kemi pasur gjithmonë forca të tjera që na janë imponuar, 500 vjet perandori osmane, e më pas shpallëm pavarësinë dhe pastaj patëm kaos, më pas patëm një monarki të vetë shpallur, mbreti ynë ishte një njeri që s'kish gjak mbretëror, po nuk ishte as durim
kur vinte fjala për demokracinë, kështu që mendoj që do të ishte më mirë të bëhej mbret. Kështu që u veçpalli tillë. Më pas erdhi pushtimi nga Italia e pastaj perandorinë sovjetike dhe tani është momenti ku ne jetojmë sipas zgjedhjes sonë. Duam të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Për ne Bashkimi Evropian është aq shumë e po aq sa qishte për etërit themelues, një hapësirë paqeje dhe sigurie. Për ne në Shqipëri, Bashkimi Evropian është një fe. 92% e njerëzve duan që Shqipëria të jetë në Bashkimin Evropian. Dhe është e jashtëzakonshme sepse kemi një politik kaq të polarizuar sa është e vështirë të kemi të njëjtin mendim edhe sa shtora. Po kur vjen fjala për Bashkimin Evropian nuk ka asnjë dyshim, të gjithë duan të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe jo se jemi naiv, mendoj, por sepse ende e kemi të freskët në kujdes se si dukeshin gjërat jashtë Bashkimit Evropian. Kështu që besoj që britanikët po fillojnë ta kuptojnë se si ndihesh kur je jashtë, po ende janë në një fazë mohimi. Po kur ta kuptojnë plotësisht, atëherë shpresoj që do të detyrohen të vinë e të reformojnë Bashkimin Evropian. Ose mund t'i bindni ju, unë. Ndoshta. Well, I think that Mendoj që Bashkimi Evropian është projekti më i mrekullueshëm që është krijuar nga njeriu kur vjen fjala për politikën. Por ka, apo më mirë pikpyetja më e madhe është sa kapacitet do të ketë për ta përfunduar këtë projekt, për të krijuar Shtetet e Bashkuara të Europës, sigurisht duke ruajtur hapësirën vetjake të secilit vend, por duke pasur një arkitekturë shumë më të fortë të të jetuarit së bashku. Thatë më parë dhe do ta mbyll së shpejti dhe do t'ju lë të lirë nga kjo dhimbje. Jo, është e dhimbshme të flasësh për Britaninë, nuk është e dhimbshme intervista të marrë personale. Folët për trokitje në derën e fqinjit, ti thua fqinjit që të marrë vlerat e mia. Një nga kritikat është që Bashkimi Evropian reket mendoni që Bashkimi Evropian reket t'i detyrojë të tjerët që të marrin vlerat e veta. Jo, ka një dallim. Sepse kur vjen fjala për ne, kjo është zgjedhje. Është zgjedhja jonë e lirë. Askush nuk na ka detyruar të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Ne duam të jemi pjesë e Bashkimit Evropian pikërisht sepse duam të kemi lirinë për të pasur të drejtat e njeriut, shtetin e së drejtës, gjithçka që është e mishëruar në vetë ekzistencën e Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, mendoj që Bashkimi Evropian është një bekim i madh për vende si Yni apo për vendet e Ballkanit Perëndimor, që janë vende të cilat nuk kanë një traditë shumë të fortë e afatgjatë institucionesh. Kësaj, Bashkimi Evropian është burimi më i madh dhe më i jashtëzakonshëm i dijes kur vjen fjala për mënyrën se si të ndërtohen institucionet, si të ndërtohet një gjyqësor i pavarur, si të ruhen ekuilibret midis pushteteve e kështu me radhë. Kjo e bën të ardhmen ton shumë më të sigurt
se sa ajo e vendeve të tjera që nuk e kanë pasur mundësinë të kenë pranë Bashkimin Evropian. Shihni Irakun, Afganistanin, patën momentet e tyre kur menduan se e ardhmja do të ishte liri, demokraci, të drejtat njeriut, gjyqësori pavarur e gjitha me radhë, por nuk zgjati shumë, sepse nuk kishin Bashkimin Evropian dhe nuk kishin një të ardhme të projektuar si ardhme në atë familje. Kështu që për ne ky është një bekim i madh dhe po punojmë shumë fort për të linjëzuar, jo sepse duam të kënaqim Brukselin, Parisin apo këto tjetër, por sa më shumë të jemi ne në përputhje me atë çfarë do të thotë të jesh një shtet i BE-s, aq më mirë është për ne, për qytetarët tanë, për njerëzit tanë. Kështu që në këtë aspekt, kushdo që kërkon të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, sigurisht nuk mund t'ia vër fajin Bashkimit Evropian që gets out of its own realm and goes to Syria. Bën leksione, po kur del jashtë sferës së vet, Bashkimi Evropian dhe shkon në Siri, shkon në Kinë apo diku tjetër, nuk mund të shkojë atje të jap leksione. Jetojmë në kohra të tjera. Dhe një nga gjërat që janë mjaft të prekshme janë që pjesa tjetër e botës, pjesës tjetër të botës si ka ardhur në majtë u fundës me leksionet e perëndimit, me mënyrën se si perëndimi u thotë të jetojnë, çfarë është e mirë, çfarë është e keqe, me standardet e dyfishta, me të gjitha ato gjepura që ju është dashur të dëgjojnë, me të cilat ju është dashur të jetojnë për kaq shumë vite. Ndërkohë që janë të rritur në këtë botë. Nuk është më një botë ku i rrituri është perëndimi dhe të tjerët janë ata të papjekurit, të doptit. Është ndryshe. Ka shumë dhe do të ketë shumë më tepër të rritur në botë. Kështu që na duhet të gjejmë një tjetër mënyrë për të bashkë ekzistuar, për të jetuar e për t'i lënë të tjerët të jetojnë. Nuk na takon ne të ndreshim mënyrën e jetesës së tjerëve, besoj unë, dhe sa më shumë e sa më shpejt ta kuptojmë këtë, aq më mirë do të jetë për ne. Në të kundërt, do të jemi në një pozitë shumë të keqe. Mirë, Kryeministër, faleminderit shumë që u bët pjesë e forumit sot dhe faleminderit shumë edhe bashkëshortes suaj për fjalët e saj kaq të bukura mbrëm në darkë për ata që nuk ishin. Zonja Linda Rama pati një fjalim fantastik dhe që shpresoj që ta publikoj sa më shpejt. Më duhet të bëj një rrëfim në fund, sepse në programin tuaj unë duhet të mbaja një fjalë dhe pastaj një intervistë. Dhe ju kërkova që të mos mbaj fjalën pikërisht sepse nuk doja që të ndjeja dhimbjen e krahasimit me fjalën që mbajti bashkëshortja ime mbrëm, kështu që doja ta shmangja krahasimin që do të ishte shumë i dhimbshëm për mua, sepse po fjalimi i saj ishte i jashtëzakonshëm dhe në fakt ajo në fakt nuk mund ta përdor për atë që ajo tha pra, duhet të përdor drejtën e autorit. Në fakt ka nga këta burrat që thonë që gratë janë të shkëlqyera për të mbrojtur të drejtën e autorit dhe në fakt kur ndodh që është e drejta jote e autorit, duhet ta kuptosh që të ka ardhur në mendje kur ke qenë duke fjetur me gruan tënde. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë.